Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet. Do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit të shmoku gjatë një përplasje në zyrën ovale. Presidenti amerikan Donald Trump i tha homologut të tij Ukrainës Volodymyr Zelenski se Ukraina nuk ka më letra për të negociuar. Ne do të ndjekim insertin dhe do të rikthehemi. Gjatë një përplasje në zyrën ovale, presidenti amerikan Donald Trump i tha homologut të tij Ukrainës Volodymyr Zelenski se Ukraina nuk ka letra për të negociuar. Kjo pas bisedave të fundit që u përshëndruan në perceptimin e pozicionit të dobët të Ukrainës përballë përparimeve të Rusisë dhe dëshirës së Shtëpisë së Bardhë për të përfunduar luftën 3 vjeçare. Tani ndërsa Zelenski viziton Arabinë Saudite, ku ekipi i Ukrainës do të zhvillojë bisedime me zyrtar amerikan më 11 mars për të diskutuar mundësinë për një marrëveshje paqe, situata ka ndryshuar. Michel Forman, presidenti i Këshillit për Marrëdhëniet e Jashtme, theksoi se Ukraina ka letra më të dobëta në tavolinë, duke shtuar se Washingtoni nuk është i gatshëm të mbështesë pafundësisht Kievin, por më tepër pas takimeve të tensionuara në fund të shkurt. SBA ka arritur presionin ndaj Ukrainës duke pezulluar ndihmën ushtarake dhe ndarjen e informacioneve të inteligjencës. Gjithashtu një marrëveshje e rëndësishme për mineralet mes SBA dhe Ukrainës ka mbetur e papërfunduar. Në kuadër të kësaj, Zelenski ka shprehur shpresë për përparimin në bisedimet e ardhshme, ndërsa një raund i ri i bisedimeve po zhvillohet në Arabinë Saudite. Bisedimet do të përfshin edhe takime me princin saudit të kurorës, Mohammed bin Salman, dhe delegacionin amerikan të udhëhequr nga sekretari i shtetit Marco Rubio. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit e nderuar, kënaqësi dhe për mua. Zoti Elezi, për ta nisur me atë që sapo dëgjuam në insert së bashku, çfarë nënkupton presidenti Donald Trump kur thotë se Ukraina nuk ka pra më letra për negociuar dhe si reflekton kjo ndërkaq edhe në pozicionin e saj në bisedimet për paqe? E nderuar, kjo është një pyetje tetë e zgjuar, në kuptimin një pyetje strategjike dhe përgjigjen e kërkon si të tillë. Kur themi që Ukraina nuk ka letra, me fjalë karta për të luajtur, tregon në farë mënyrë thelbin e asaj se si është sot midisi i ri i marrëdhënieve ndërkombëtare, në kuptimin e asaj që në themel të cilës qëndrojnë interesat dhe realizimi i këtyre interesave marrëdhënie ndërkombëtare arrihet përmes fuqisë, dhe një shtet që t'i përmbush të objektivat e veta strategjike dhe interesat duhet të ketë fuqi, dhe asnjëherë me fjalë koha ka treguar që mund të kesh të drejtë, por nuk i realizon ato. Dhe si tillë përmbushja e këtyre interesave nënkupton në fuqinë dhe në rastin e Ukrainës, bazuar në realitetin e zhvillimeve në terren, nuk e ka fuqinë e saj për të imponuar kushtet e paqes, marrëveshjes apo atë që kërkon, arritjen e objektivave veta strategjike. Ndërkohë, nga ana tjetër tregon në farë mënyrë dobësinë e saj reale, do të tregon delegitimitetin e vetë leadershipit të Ukrainës për ato të cilët janë thënë, në kuptimin e asaj që nuk ka një konfirmim i tij edhe si lider për të kërkuar gjërat për shkak të situatës së luftës, por kryesore tregon dobësinë e këtij shteti. Sot analistët gjeopolitikë shumë po gabojnë, dhe analistët po e gabojnë me fjalë lidhje me analizën e tyre të këtij mjedisi të ri strategjik të gjeopolitik të krijuar, ku e drejta nuk është në anën e atij që e kërkon, por në anën e atij që fiton dhe ka fuqinë për t'i punuar kërkesat e veta bazuar sidomos në rezultatet e zhvillimeve të luftimeve në terren në rasti Ukrainës dhe Rusisë. Dhe mund të kesh të drejtë dhe nuk e ke fuqinë, dhe si e tillë ajo nuk mund të realizohet. Qartë, zoti Elezi, ndërkaq zoti Elezi, në kapacitetin mbrojtës dhe strategjik të Ukrainës, si ndikon pezullimi i ndihmës ushtarake, por edhe inteligjencës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? E nderuar, kjo ndikon në mënyrë të ndjeshme se pa këtë mbështetje dhe pa këtë ndihmë qofshin ushtarake për atë inteligjencës, është e pamundur që Ukraina ta vazhdojë për një kohë të gjatë luftime, dhe këta e kanë deklaruar dhe skeptikët më të madh të mëdhej, ato që bëjnë analizën e këtyre luftime, pra pas cilës thonë që është perëndimi, është bota atlantike, është SBA-ja, dhe nëse do të hiqet një gjë e tillë, kuptohet kjo don shanset e fitores apo një rezultat i optimist për sa i përket luftimit do ishte e pamundur. Elemente e një lufte, me fjalë, ato që përcaktojnë fatin e luftës janë para aspektit demografik, është popullsia dhe përbërja e saj, ku ne gjithë jemi koshient dhe atë që kemi parë, që ka një problematik dhe një sfidë demografike Ukraina në rastin konkret, ka një humbje të madhe të popullsisë saj, sikundësh popullim. Ka element tjetër i rëndësishëm është teknologjia, infrastruktura,
është morali shikundër edhe kjo mbështetja ndërkombëtare apo jo. Morali, në rastin e teknologjisë dhe shërbimit inteligjente, nëse ai do t'i mungoj, kuptohet do ketë më pak shanse që të parandalojë sulmet e mundshme të ofensivës ruse në këto territore dhe të inkurajonte gjithë këto sulme. Dhe një heqje e kësaj mbështetjes nënkupton të farë një dorëzim pa kushte apo një dobësim të aftësive mbrojtëse apo edhe sulmuese të Ukrainës. Sikundër edhe morali, kur themi moralin e kemi parasysh edhe atë të brendshëm dhe të jashtëm. Do të kemi sot një përpjekje të Rusisë për ta prish kohezionin e jashtëm mbështetës të Ukrainës dhe njësër shtetësh të Bashkimit Evropian dhe edhe të NATO-s kanë qenë skeptik dhe kundër kësaj lufte. Kemi rastin kryeministit të Hungarisë, po ashtu edhe të Slovakisë, që kanë qenë kundër luftës dhe nuk kanë dhënë mbështetje dhe nuk kanë qenë pjesë e koalicionit dhe sanksionet BE-s dhe të NATO-s ndaj Rusisë. Po sikundër, edhe Rusia nga 9 vjet ka një strategji të luftës hibride duke tentuar të prishë kohezionin e brendshëm edhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, duke sponsorizuar dhe mbështet partitë euroskeptike. Kur kemi parasysh partitë euroskeptike, parasysh ato që janë kundër integrimit, kundër NATO-s dhe kundër luftës dhe më tej shfaqur në favor të edhe këtu rastin e partive të ekstremit djathtë në Gjermani, po ato të Le Penit dhe gjithandej. Dhe kjo është edhe morali element po kemi ato që përcaktojnë fatin e luftës. Dhe nëse do t'i heqim këto, kuptohet që më pak shanse do ketë Ukraina në lidhje me këtë. Ndërkaq zoti Rezi, pritet kemi edhe një takim të Zelenskit me Mohammed bin Salman. Pyetja ime është se çfarë pritet ndodhet dhe cili është edhe roli i Arabisë Saudite në këtë negociata që do zhvillohen? E nderuar, ne e dim gjithë çfarë përfaqëson Arabia Saudite dhe princi kurorës jo vetëm lindjen e mesme, por edhe në përpjekjet e tij për të qenë një aktor i fuqishëm, jo vetëm rajnat, por për të luajtur një rol në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe më së miri këta e ka treguar rastin e konfliktit Ukrainë-Rusi, ku ka qenë princi kurorës i cili ka ndërmjetësuar edhe negociata për arritjen e tyre, po ashtu edhe ka konkretizuar ato. Kemi parasysh edhe shkëmbimin e Pengje apo të burgosëve. Edhe është një mundësi edhe për princin e kurorës që ta shfaq këtë rritje të profilit të këtij shteti në arenën ndërkombëtare, për atë që përfaqëson vetvete si fuqi ekonomike, financiare, rajnale, ku nga njëra anë kontribon në ndihmat humanitare, po edhe ato ekonomike, financiare për Ukrainën, po sikundër edhe për diversifikimin e ndihmës apo e pushtëzimit